Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Si që shihni, sot kam përgatitur bukë misri, e cila u bë vërtet shumë e mirë, është një recetë që nuk të zgënjen asnjëherë. Mund ta konsumoni siç është, por mund ta përdorni edhe për preshesh me bukë misri, për pul ose gjel deti, me qënë se jemi në prag festash. Fillojmë pa humbur kohë. Në një enë kam shtuar 500 gram miell misri, 3 lugë miell gruri, 1 lugë çaji krip. Masën do ta përzijem shumë mirë. Kjo është shumë e rëndësishme pasi të tre përbërësit duhet të përzihen dhe të lidhen shumë mirë me njëri tjetrin. Pasi i kemi përzier, do shtojmë 2-3 lugë vaj ulliri ose vaj lule dielli, çfarëdo lloj vaji që ju përdorni në shtëpi. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, mos harroni t'i bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. Më pas do vazhdojmë me ujë, 400 ml ujë, kam shtuar unë ujë të vakët, e përziejmë vazhdimisht, e shtojmë pak e nga pak duke e parë me sy masën derisa të na formohet kështu dhe masa të lidhet e gjithë bashk. Pasi sigurohemi që është okay, e vendosim në tavën e pjekjes që mund ta lyejmë me pak gjalp ose me pak vaj sipas dëshirës tuaj. E vendosim në tavë, hapim të gjithë, nëse tava juaj ngjit dhe nuk jeni të sigurt, mund të vendosni një letër pjekje poshtë kësaj. Pasi nuk ka kuptim të ngjisë, atëherë nuk do të keni një bukë misi perfekte, kështu që nëse nuk jeni të sigurt për tavën që po e piqni, mund të shtoni një letër pjekje poshtë. E hapim shumë mirë në sipërfaqe, kjo është e rëndësishme në mënyrë që të marrë atë formën me të çara dhe të krisura në sipërfaqe, që mua më pëlqen vërtet shumë. Nëse merr atë formë, për mua është një bukë perfekte. Pasi e kemi vendosur mirë në tavë, do ta pjekim në 200 gradë në furrë të parangrohur, duke patur parasysh që pjekja është gjithmonë në varësi të sobës që ju keni. Mua këtu po më diqte pak sepse sa e nxora nga furra dhe shikoni pak se sa ngjyrë të mirë ka marrë, të bukur dhe mbi të gjitha ka një aromë fantastike. Shikoni pak edhe pjekjen poshtë, sa mirë që është pjekur. U bë vërtet shumë e mirë. Provojeni këtë recetë pasi nuk të zgënjen asnjëherë. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni, dëgjohemi në recetën e radhës.